bëjmë leximin e peshores. Çfarë ndikon tek peshorja? Shikoj që peshorja është planeti Venusit, që ka ekuilibrin, dashuri dhe vendosje. Çfarë do të peshorja? Te peshorja janë 3 qëllime të forta. Vazhdimësia, financat, romanca. Te peshorja, unë shikoj që në këto kohë ju keni paqen. Paqja bizetron të kjo. Ju vendosni një angel të ri dhe keni një glob të artë në dorën tuaj. Ju merr një mesazh të paqshëm. Unë shikoj që keni gotat e mbushura, rrjet një pasuri tek ju, rrjet një ujvar tek ju, që jeni i përmbushur në çdo pjesë që ju kërkoni në këtë kohë. Jeni domethënë i përmbushur në shumë sfera jete dhe keni një portë të artë. Arrini që ju keni sferën e globit në dorë. Arrini të mbyllni gjërat, arrini që të mbroni gjërat, portën e artë vetvetes, portën e familjes, portën e shpirtit. Gjithmonë i keni siguruar si fjalët, si vendosjet dhe gjithçka që ju keni në vazhdimsi. Shikoj që keni siguruar këtë pjesë dhe çdo fjalë që ju thoni, fjalët i prisin si me shpatë dhe gjykoni drejt për drejt në çdo vepër që keni përpara. Tek femrat peshore, keni një inaugurim të ri në këto kohë, ju pëlqen arti, jo mund keni një lloj prezantimi të ri arti, keni një lloj prezantimi të vetvetes dhe jeni e përmbushur, domethënë në shumë pjesë, ngrini veten tuaj si në pedestal, keni një lloj shikueshmërie nga shumë persona dhe të ndjeni shumë e lumtur brenda shpirtit sepse do dukeni më e bukur se gjithmonë. Vazhdimësia tek peshorja. Sa përket meshkujve, shikoj që keni arritur një galaktik tek shpirti juaj, keni ndriçimin e hënës, ju ndriçon, keni fat, keni shanse në këtë kohë, domethënë jeni përmbushur edhe me dashuri dhe tash po gëzoni prezantimin e juaj, potencialin tuaj dhe një vendim pune. Shikoj që ju realizoni pjesën që keni kërkuar në kohën e humbur. Tek identiteti mashkull, shikoj që jeni mërzitur në shumë kohë, jeni mërzitur nga financat, keni harxuar financa, ka të bëjë këto financat, mund të ketë që mund jeni i varur ose mund të jeni të varur nga lojrat e fatit dhe shikoj që keni debatuar me vetveten dhe kërkoni ndërgjegjjen e vetvetes. Mund bëni një lloj ndryshimi të vetja juaj, por në këtë kohë unë shikoj që jeni të përmbushur me trishtim, me hidhërim dhe kërkoni zgjidhje në mendjen tuaj. Më tepër po distanconi nga shoqëria dhe po gjeni ndërgjegjen, sepse jeni distancuar edhe në familje, keni pas debate, tash jeni shumë i zemëruar. Te identiteti mashkull, shikoj që një pjesë nga ju arrini merrni një punë të re, shikoj që të keni udhëtimet i përmbushur me pasuri, udhëtimet me finalizime të reja, me kontrata të reja dhe keni një vigjilencë të papar në këtë kohë, i bëni gjërat e matura dhe keni fat dhe angelin e keni përpara vetvetes. Kjo kohë do jetë fitore tek ju. Tek financat unë shikoj, domethënë që jeni të pakënaqur, keni humbur, keni derdhur shumë para, keni të mbyllur biznes, shikoj që keni tradhtar mbrapa shpine, ju kanë tradhtuar ortakët, shoqëria dhe ju duket si botë e mbyllur tash. Domethënë ju duket vetet sikur po përfshiheni nga një lloj flake, po gjithsesi do kaloj kjo lloj faze dhe ju duhet keni domethënë një ndërgjegje të pastër ndaj vetvetes dhe të rini të qetë për një farë kohe, sepse e shikoj që nuk keni mundësi të filloni diçka të re, po duhet të rimerrni veten në këtë kohë.
dhe kujdes nga persona kundërshtar që ju kanë krijuar të botën e hidhur. Sepse shikoj të financat e juaja, ka persona që kanë dorën e dytë ose dorën e tretë, kanë ndërhyrë tek ju dhe çdo gjë është e përfshirë në pjesën e humbjes. Gjithsesi, shikoj një pjesë që udhëtoni për të vendosur diçka. Udhëtimi është në rrugë të largët, për te mendime dhe për te përcaktimit ju keni bërë. Shikoj që keni fat, keni shpejtësinë, keni vendosjen dhe nuk e keni kokën nga pas që çdo lloj sfide që ju do përballeni, ju do t'i sfidoni dhe pjesën e errët dhe pjesën e lodhur. Keni betuar në vetvete që do miratoni planin që keni në mendje, doni të gëzoni pasuri dhe t'jeni përmbushur në pjesën e mendimeve që ju doni të arrini. Tek romanca, sa përket meshkujve, unë shikoj që jeni të mërzitur, kërkoni dritë tek mendimet, shikoj dashuri të thyera tek ju, shikoj që jeni të mërzitur, shikoj që nuk keni plotësuar sado që ju keni dhënë dashuri, sado që ju keni dhënë mund, shikoj që tek ju është një karë me errët, edhe ju brenda shpirtit mendoni që si t'ia kthej personi që më ka bërë të vuaj dhe shpini një mallkim brenda vetes. Tek femrat e shikoj që janë bërë me dy ego, me dy fytyra, kanë bërë dy veprime të menjëhershme, të një kohë të shkurtër dhe shikojnë vetëm me dy ego. Shikoj që po mundoni të gënjeni vetveten dhe të gënjeni personin e dashur. Jeni përmbushur dhe keni 5 qëllime dhe keni 5 kupa të arta. Mendoni që këto 5 kupa të arta të vendosni nga një fjalë, sepse si do përfundoj pjesa ime që unë kam gatuar, por gjithsesi unë shikoj që ju jeni sfiduar në dashuri, sepse ky lloj sfidimi ka ardhur vetëm nga mendja dhe nga vepra që ju keni krijuar në vetvete.